Sanca, pra zoti Kurti, nëse njëjti nuk e bën, ka mundësi për një afat shtesë, ndoshta të kërkoj edhe një 10 ditë, është në dorë të presidentes, por e dyta edhe nëse të rriqet, ka një opsion dytë që në këtë rast duhet presidenti të ofrojë prapë kryetarit PDK-s Memli Krasniqi që të provojë. Ky i fundit, siç e dim, nuk ka alternativë sepse ish partitë opozitare të barrikaduar që kanë mundësi. Kryetarit PDK-s apo Bedri Hamza si të nominuar për kryeministër? Ja, kryetarit PDK-s i bie realisht, sepse është i nominuar për partisë. Nuk presidenti ja thirr partinë e dytë. Jo, veç a bën të më falni një ndërhyrje. Jo, në aspektin kushtetues nuk e thirr partinë e dytë, e thirr çaj që ja prezanton që i ka votat. Mundet me pas çdo kush që nëse i shkon me nënshkrime proaktive gjatë një vota, do të shkuo dhe Ramos Haradinaj më thoni kam. Jo, duhet më shkuo me nënshkrime. Jo, dëgjom. Do ta bind. Jo, është vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë drejtim që nuk është domosdoshmë ja dhon partisë dytë. Po parimisht, nuk është domosdoshmë, po parimisht kalon te i dyti. Se nuk mund të kalu dytën për me shku te i tretit, se ka logjik pak një farë renditje ka ndodhur në zgjedhje dhe kalon domosdoshmë te i dyti në këtë rast që nuk e besoj që mundet me bë. E thash dhe kam thënë në vazhdimisht situata rrjedh që çdo gjë të shkojë drejt zgjedhjeve, edhe nuk po shqit që ka një alternativë tjetër, pos idesë që ndoshta LDK mund të lëviz nga opsioni që ka qenë më herët në kundërshtim. Sepse duket qartë që zoti Kurti, nëse e bën koalicion, dëshiron ta bëjë vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Opsioni me PDK-n është i pamundur në këtë fazë. Mund të bëhet ndoshta pas një procesi të ri zgjedhor ku mund të ketë një relaksim ndoshta situatës sepse prodhohet një situatë e re dhe në fund pajtojnë gjithë që mund të ketë koalicion me lëvizjes vendosur të PDK-s, por në këtë fazë unë nuk e shoh të mundshme. Opsioni më real duket jetë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe pse mbrëmje thash dhe përsëris që ka disa takime fillestare në nivele më të ulta që kanë filluar të diskutojnë mes lëvizjes vendosur dhe LDK-s dhe një epilog më i mirë ose më i saktë do të dihet gjatë vikendit eventualisht deri ka një martja do të ketë një opsion apo jo. Unë pres që lëvizja vendosur të i bëjë edhe një ftesë LDK-s brenda këtyre ditëve, pra ta ftoj për një takim të mundshëm, ani pse po të shkonte në takimin para 4-5 muajsh LDK me kushtet e veta se si do të futej në koalicion, sot do të ishte në një pozicion tepër më të mirë politik që të kërkoj një opsion për të bashkëqeverisur. Cilat janë ato kushte? Pse jo, dhe pozicioni i kryeministrit, sepse LDK ka pas qendrim shumë paremor me datën 9 shkurt, kur është thënë që programi im nuk është votuar, qytetarët kanë vendosur diçka tjetër, ne mbesim në opozitë. Ky qendrim është shumë korrekt për një subjekt i cili nuk e ka fituar zgjedhjet, por ka mundësi të lëviz kur ofrohet opsioni. Opsioni është ofruar nga lëvizja vetëvendosje, është ofruar që të jetë në takim dhe është dashur të shkoj të prezantoj pikat e qeverisjes dhe të kërkoj pozicione çaj qeverisë. Kështu që unë pres ndoshta të ketë lëvizje gjatë kësaj jave, por vetëm kjo mund ta zhbllokojë idenë e vendit që të mos